Me numër 10, Shqipe Mehmeti Selimi. Shqipja ka studiuar menaxhment dhe informatik, ka qenë pjesë aktive e ushtrisë shkrimtare të Kosovës në zonën operative Drenicës si luftare në vitin 1998 dhe më pas në zonën operative të Karadokut në vitin 1999. Ajo ka qenë deputete në legjislaturën e 8 dhe të 9 të Kuvendit të Republikës Kosovës dhe antare e Komisionit për çështjet të sigurisë dhe të mbrojtjes. Letja fillojmë nga Glau Konjufca me numër 2. Glauku ka studiuar filozofi në Universitetin e Prishtinës, përveç shumë shkrimeve në këtë fushë ka botuar edhe librin Huti i Minervës fluturon në muzikë Hegeli, Epistema e dhomës së zezë dhe gjithashtu librin e 3 të tij Ontologjia e artit 7. Në vitin 2010, sikurse edhe unë u zgjodh për herë të parë deputet i lëvizjes vetëvendosje, asë kohe në legjislaturën e 4. Aktivist dhe deputet ka shërbyer si antar i disa komisioneve parlamentare. Ishte edhe shef i grupit ton parlamentar, nënkryetari i Kuvendit të Kosovës, Ministri i Punëve të Jashtme dhe Diasporës, si dhe kryetari i Kuvendit të Republikës për një mandat. Glau Konjufca, nënkryetari i parë i lëvizjes vetëvendosje. Me numër 3, Donika Gërvalla Shvarc. Donika Gërvalla Shvarc është bia e Jusuf dhe Suzana Gërvallës. Është edhe mesa e bardhoshit e nënësojshë. Ka studiuar muzikë në konservator dhe më pas drejtësi në Universitetin e Hamburgut. Në shkurt të vitit 2021, si pjesë e listës Guzo, u zgjodh deputete e Kuvendit Kosovës dhe në mars 2021 e morri detyrën e zëvendës kryeministres dhe ministres punëve të jashtme dhe diasporës. Donika është bashkëkryetare e partisë Guzo. Me numër 4, Avni Dehari. Avni Dehari ka studiuar gjuhë dhe letërsi shqipe në Universitetin e Prishtinës. Mësues, redaktor, shkrimtar dhe deputet me preardhje nga Kumanova e me mbi 33 libra letrar për fëmijë dhe të rritur. Ndër vite është përkushtuar për kulturën dhe arsimin shqip në vendlindje e në Mërgat. Albulena Haxhiu është me numër 5. Albulena i ka përfunduar studimet në Fakultetin Juridik të Universitetit Prishtinës dhe më pas ka studiuar studimet pasuniversitare në të drejtën penale në Universitetin e Evropës Juglindore. Aktiviste, deputete në disa legjislatura radhazi, ka shërbyer si ministre e drejtësisë për një mandat të plot 4 vjeçar, aktualisht është nënkryetare e Kuvendit të Republikës Kosovës.
Me numër 6 është Hekuran Murati. Hekurani ka studiuar për menaxhim biznesi në Universitetin Amerikan në Kosovë dhe më pas ka ndjekur studime master në menaxhim të investimeve në Hochschule Bremen dhe University of North Carolina në Wilmington të SBA-ve me specializim financa ndërkombëtare. Ai ka shërbyer si analist financiar dhe konsulent në Ministrinë e Financave, Bankën Qendrore të Kosovës, si koordinator në International Medical Corps Tirana dhe si drejtor nacional në SOS Kinderdorf International. Në vitin 2013 u emërua drejtori drejtorisë inspeksionit në komunën e Prishtinës, në qeverinë Kurti Ne shërbeu si zëvendësministër në Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe të Administratës Publike, kurse në qeverinë Kurti 2 u emërua dhe vazhdon të jetë ministër i Punëve të Brendshme. Me numër 8, Mimoza Kusari Lila. Mimoza ka përfunduar studimet master në administrimin e biznesit në Universitetit Duke në Pittsburgh të SBA-ve me specializim në e-commerce. Ajo ka qenë përfituese e bursës Fulbright në Universitetin Georgetown, ka shërbyer si deputete, zëvendës kryeministre dhe ministre e tregtisë e industrisë, kryetare e komunës Gjakovës dhe shefe e grupit ton parlamentar të lëvizjes vetëvendosje. Mimoza është themeluese dhe kryetare e Partisë Alternativa. Me numër 9, Hajrullah Qeku. Hajrullah ka studiuar shkenca politike në Universitetin e Prishtinës dhe ka magjistruar në qeverisje dhe zhvillim lokal në Universitetin e Trentos në Itali dhe më pas edhe në Universitetin e Regensburgut në Gjermani. Hajra është angazhuar më shumë se 15 vjet për çështje trashëgimisë kulturore, turizmit, planifikimit urban dhe të mjedisit. Ka shërbyer si zëvendësministër i turizmit dhe i mjedisit në qeverinë e Republikës Shqipërisë, në zgjedhjet parlamentare të viteve 2019 dhe 2021 u zgjodh deputet në Kuvendin e Kosovës, ndërsa nga marsi 2021 shërben si ministër i kulturës, rinisë dhe sportit.